Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këtë natë që është falur gjithë natën dhe e ka falur namazin me një Fatiha dhe me një sure të shkurtë, por ka qëndruar edhe në rekatën e parë, edhe në rekatën e dytë shumë gjatë në sejdë. Dhe kam dëgjuar nga pejgamberi alayhis salam disa dua të veçanta që ka kërkuar nga Allahu i madhruar kënaqësinë e tij, shpërblimin e tij dhe mos hidhrimin e Allahut të madhruar në këtë natë të veçantë. Dhe prej kësaj nisemi se nata e Beratit, ose nata e Beratit siç e quajmë ne, është natë e pafajësisë, është natë e kërkimit të faljes nga çdo besimtar dhe një natë e veçantë që Muhamedi alayhis salam gjatë muajit Shaban e ka dalluar nga netët e tjera. Që pejgamberi alayhis salam pra ka porositur edhe besimtarët, edhe shokët e tij që ta dallojnë këtë natë dhe të kërkojnë falje dhe shpëtim nga Allahu xhalla xhelaluhu, sepse është një natë e dalluar që i paraprin muajit të madh të Ramazanit. Gjatë muajit Shaban aq shumë ka agjëruar saqë nuk e kam ditë se cilën ditë ai nuk e ka agjëruar nga muaji Shaban. Prandaj edhe ne besimtarët duhet mundohemi që këtë muaj të Shabanit që i paraprin muajit të Ramazanit përshëndrohemi më shumë edhe në agjërim, edhe në falje, edhe në kërkim falje nga Allahu i madhruar, por gjithashtu edhe me namaz e shtesë gjatë natës.